Horoskopi ditor e diel 28 shtator 2025. Dashi, hëna do ndërlikoj së tepërmi sot jetën tuaj në çift. Do jeni xheloz dhe do krijoni shumë tension në lidhjen që keni. Asgjë nuk do ecë sipas parashikimeve. Beqarët nuk do kenë ndryshime në jetën sentimentale, edhe pse do bëjnë të pamundurën për të pasur takime. Sektori i financave fatmirësisht nuk do ketë rënditje dhe probleme. Demi, sot do mendoni seriozisht për të ardhmen në çift dhe më në fund do I vini pikat mbi I për disa çështje themelore. Beqarët do kenë vetëm njohje të reja dhe asgjë më tepër se sa aq. Mbase më vonë mund të ndodhë diçka më serioze. Sektori I të ardhurave do jetë konfuz. Nuk lejohet asnjë shpenzim më tepër se sa u mban xhepi, sepse më vonë do kërkoni lëmosh. Binjakët, klima në jetën tuaj në çift do jetë shumë e ngrohtë sot. Do bini dakord për gjithçka dhe nuk do merrni asnjë lloj vendimi pa u konsultuar më parë së bashku. Beqarët do joshin nga persona mjaft simpatik dhe nuk do mund të qëndrojnë dot indiferent edhe sikur të duan. Në planin financiar do mbizotërojë ekuilibri. Nuk do keni për çfarë të shqetësoheni. Gaporja, tabut që keni patur në jetën tuaj në çift do bien përfundimisht gjatë kësaj dite. Do e shihni me një sy tjetër të ardhmen dhe nuk do e pengoni veten për asgjë. Beqarët më mirë të qëndrojnë vetëm edhe pak kohë, sesa të fillojnë histori dashurie që mund t'ju sjellin veç probleme. Në punë duhet të ulni shpenzimet nëse doni të arrini të ruani qëndrueshmërinë. Luani, pritet ndryshime të befasishme sot në jetën tuaj në çift. Gjithçka do jetë si një ëndër e cila për fatin e mirë nuk do mbarojë shpejt. Beqarët nuk duhet të nxitohen, por para se të fillojnë një lidhje duhet të njihen mirë me ata persona. Në planin financiar duhen marrë disa masa strikte ose duhet kërkuar ndihmë nga specialistët. Mos keni turp ta bëni këtë gjë. Vigjeresha, do I përkushtoni tej masë jetës profesionale gjatë kësaj dite dhe do e lini pas dore jetën në çift. Mirë do jetë të flisni me partnerin, para se ai të mendojë gjëra të këqija. Beqarët nuk duhet të besojnë verbërisht në disa premtime që do ju bëhen sepse do lëndohen tej mase. Financat menaxhojeni me shumë kujdes dhe maturi. Të paktën edhe sot duhet bërë kujdes. Peshorja, mos I merrni shumë seriozisht kritikat e partnerit tuaj sot, sepse ai në shumë momente do bëj shaka. Mos lejoni që të tjerët ju shtyjnë drejt vendimeve të gabuara. Beqarët do kenë disa takime dhe as vetë nuk do jenë të qartë se cili ju pëlqen më tepër. Mos veproni pa qenë të sigurt. Financat fatkeqësisht as sot nuk do arrini të stabilizoni. Akrepi, do kërkoni më shumë pavarësi se kur sot në jetën tuaj në çift dhe kjo mund të krijojë mosmarrëveshje me partnerin. Mos bëni asgjë sipas mendjes tuaj. Beqarët do kenë momente emocionuese e pasionante. As vetë nuk do e besojnë se janë në realitet. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me surpriza të këqija për shkak të gabimeve të së shkuarës. Shigjetari, dita do fillojë dhe do mbarojë më së miri gjatë kësaj dite. Do ndjeni të qetë pranë partnerit dhe nuk do keni asgjë për çfarë të shqetësoheni. Beqarët nuk do e mbajnë mendjen tek dashuria, por gjërat e jashtëzakonshme do ju ndodhin sot si me magji. Në planin financiar do keni goxha vështirësi, prandaj duhet të flisni sa më shpejt që të mundeni me specialistët. Britsjapi, sot do jeni më pozitiv dhe do kërkoni me ngurë të bëni lidhjen më të bukur dhe klimën sa më të ngrohtë. Do ta mahnitni atë që keni në krah dhe do e surprizoni në çdo moment. Beqarët duhet të jenë të sigurt për atë që duan të bëjnë, para se të hedhin çdo lloj hapi. Të ardhurat do kenë përmirësime të vogla, për që do ju ndihmojnë disi. Ujori, dëgjojeni me kujdes këshillat që do ju jap partneri gjatë kësaj dite, sepse në të kundërt do bëni gabime të pafalshme. Nëse jeni ende beqar, ka mundësi që gjërat të fillojnë të lëvizin fal disa takimeve që do realizoni në mjediset e punës. Me financat mos u tregoni të pamatur, nëse nuk doni të mbeteni pa asnjë para. Gjendja mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Peshqit, jeta në çift do ecë më së miri gjatë kësaj dite. Do ndjeni aq mirë në krahët e partnerit tuaj sa që nuk do doni të shkëputeni para asnjë çast prej tij. Beqarët do pëlqejnë tej mase një person, por ai nuk do jetë interesuar as pak për ta. Kjo do I lëndojë jashtë mase. Situata financiare pritet të ketë përmirësime goxha të mëdha. Tregoni të zgjuar dhe hiqni disa para më njanë.